Seanca plenare shoqëruar me debate mes opozitës dhe mazhorancës në lidhje me diskutimet për projekt ligjin për barazinë gjinore. Opozita thotë se ky projekt ligj dëmton thelbin e familjes, por mazhoranca sqaron se ka vetëm burrë, grua dhe përkatësia shumë fish në këto statuset sociale. Ndërkohë jashtë kuvendit qytetarët luajnë një protestë kundër këtij projekti. Kryeministri i Partisë Demokratike në deklaratën e tij është drejtuar ambasadorit të Bashkimit Evropian Pio Gonzato, duke thënë se nuk mund të imponojë Shqipërisë bindjet e veta dhe i ka kërkuar të tregojë se cilat direktiva të Bashkimit Evropian përmbajnë universitetin gjinor. Tani ambasadorit të Bashkimit Evropian i them kaqur. Zotëri, ne absolutisht respektojmë orientimin seksual të të gjithit, të çdo njeriu. Por përpjekjet tuaja për të imponuar shoqërisë shqiptare standarde të përkatësisë së shumëfish gjinore, të gjinisë në diversitet të gjerë, përveç asaj binare, edhe i them këtu, edhe në statusin tënd ti je binar. Ne nuk merremi ne me trajtimin, ka fëmijë, ka padër grua, ka marrë vendimet e veta mrapa siç ka shpjeguar jetën personale, se unë s'do të merrem me jetën e tij personale. Fare, s'do të merrem. Pra, kështu që ligji s'ka asgjë të përbashkët me asnjë, le të thotë shqiptarëve, cila direktivë e Bashkimit Evropian, le të thotë të dalë t'ja u lexoj aty. Cila direktive e Bashkimit Evropian bën fjalë për përkatësi të shumëfish gjinora. Pretendimi se ky është parafrim me Bashkimin Evropian është mashtrimi më i madh me këtë ligj. Mbasi direktiva sipas ekspertëve që i kanë studiuar, direktivat europiane që citohen në materialin e këtij ligji, në asnjë rresht, në asnjë frazë nuk bëjnë fjalë për shumësi, për gjini me diversitet të gjerë, nuk bëjnë fjalë për përkatësi gjinore të shumëfishta. Pra janë që të gjitha mashtrime që bën në emër të një ideologjie, demonis cilës, monstres cilës është George Sorosi me miliardat e tij. Në ana tjetër, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Tauland Balla, ka bërë me dije se mazhoranca do të depozitojë në Komisionin e Etikës që Berisha të jap shpjegime dhe të merren masa për fyerjen që ai ka bërë drejtuar ambasadorëve të vendeve si atij të Bashkimit Evropian së fundmi për sa i përket përkatësisë gjinore. E dënoi ashpër sulmin që sapo ndodhi në këtë foltore kundrejt ambasadorit të Bashkimit Evropian në Shqipëri. Ky sulm i përsëritur nga i njëjti individ prej 35 vitesh kundër ambasadorëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kundër ambasadorëve të tjerë të vendeve mike, kundër ambasadorit të Bashkimit Evropian këtu, bie ndesh me parimet e konventës së Vjenës dhe bie ndesh me interesin kombëtar të Shqipërisë son, se Bashkimi Evropian mbetet partneri ynë më i rëndësishëm dhe se Shqipëria brenda vitit 2030 do të jetë anëtare e Bashkimit Evropian. Kreu i Partisë Demokratike ju përgjigj duke thënë se ishte trillim pasi ai nuk e ka sulmuar ambasadorin. Në seancën plenare është zgjedhur edhe kryetari dhe anëtarët e Komisionit Rregullator të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Sipas votimit, kryetare e këtij Komisioni Rregullator zgjedhur Iliriana Nano, ndërkohë anëtarët e Komisionit Rregullator të KQZ-s janë Arben Istani, Dritan Caka, Bledar Skënderi dhe Helga Vukaj. Komisioni Rregullator është organi kompetent për miratimin e akteve me karakter normativ në fushën e zgjedhjeve dhe vendosjen e rregullave për zgjedhje. Gjatë seancës plenare në 26 vota pro dhe 54 kunda, u rrëzua kërkesa opozitës për mocion me debat në kuvent për gjendjen në Spitalin Onkologjik të Tiranës. Deputeti i Partisë Demokratike Bars Pahia tha se në kuvent duhet të flitet për gjendjen e rëndë dhe problemet të cilat përballen pacientët me sëmundje morale.